Faleminderit. Kënaqësi Merita të kemi në studio, jo me bindun që shumë prej audiencës, përfshirë edhe mua, nuk kemi dëgjuar ndonjëherë për trajnere profesionale të veshjeve, edhe këtu në Kosovë nuk është që njihet ky lloj profesioni, edhe kënaqësi të kemi në studio dhe të na tregosh se çfarë do të thotë të jesh një style coach apo trajnere profesionale e veshjes, edhe si filloi rrugtimi yt në këtë fushë. Trajnere profesionale e veshjes do me thonë specializim në veshjen edhe menaxhimin e veshjeve për klient që duhen të veshen sipas formës së trupit. Do me thonë, i bën klientët që të zbukurojnë pamjen e tyre të jashtme, të mbulojnë temetat e tyre në mënyrë shumë të suksesshme, të kenë një garderobë të larmishme dhe shumë afatgjate, se është një marrje e masave që bëhet një herë dhe zgjat për tërë jetën. Si dhe i mundson klientit të krijojë një imazh të ri të vetin. Paka shumë kjo bën. Po qëllimi i këtij trajnimi është që i afrohem linjes së trupit të femrave, do më thonë të theksojmë pak belin, pasi veç edhe femrat karakterizohen me këtë linjë të trupit. E për me tutje, pyetje tjera. Patjetër. Sa stile të veshjeve kemi edhe çfarë rëndësia apo çfarë peshe ka stili në mënyrën se si ne e paraqesim veten edhe si na percepton neve shoqëria? Kemi stilet të veshjes, stilin romantik, stilin natyral, stilin klasik, stilin dramatik dhe stilin kreativ. Është me rëndësi për neve me gjetë formën e trupit të veshjes, mu vesh sipas formës të trupit, që ndihem shumë mirë, ndihem rehat, duket më elegant. Nuk është me rëndësi sa na gjykon shoqëria jo. Me rëndësi është qetësia jonë shpirtërore dhe ajo kënaqësia që ndjejmë veshjen tonë. Kështu që i kisha lënë anash gjykimet të shoqërisë. Edhe normat që na përkufizojnë ashtu, cilat janë format kryesore të trupit? Kur flasim për format kryesore, kisha pas dëshirë me bën një vizatim aty, edhe mi pa çka është qëllimi i këtij trajnimi. Okej. Nëse mundem. Patjetër. Hajde dhe na po e shohim se jemi shumë kurioze me ditë edhe për veti çka na shkon e çka jo. Okej. Muni me shiku edhe jo. Po nisim prej formës së trupit trekansh, trekansh i kthym rapsht, ora reres, rrumbullakt dhe këndrejt. Okej. Qëllimi i stilit i trajnimit profesional të veshjes ka të bëjë që tash edhe parë me formimin me vurjen e patë linjës së trupit të femrës. E do më thonë, forma më e mirë e trupit është ora e reres. Çka bëjmë na? Na duhet me ato metoda që i kemi mësu, me ardhë prej këtyne dy formave edhe këto forma me ju afru pak formës së reres. Okej, do më thonë, qëllimi është që kjo? Qëllimi është me arrit linjën e trupit të femrat. Se femrat e kanë trupin fenomenal. Edhe na duhet me qita ato, jo mu ngushtu, mos me marë frym, po me theksu linjat e tona. Kryesisht belin. Kryesisht belin, me mbulu ato të meta tona, se për shembull kjo formë është shumë e vështirë me pas belin. Po ç'a bëjmë na këto? Bëjmë një farë balancimin secilën pjesë. Këtu duhet me bë balancim, këtu dy balancime edhe këtu balancim. Si bëhet balancimi? Këtu bëhet me detajet e veshjes, për shembull jaka, sa është manga, sa është gjatësia, ku janë vumë gjepat, a është tani me materiale, a është i printuar materiale, a është i printuar materiale, ose kur e kapi materiale, nëse fabrikimin e materialit, nëse bie si ujvar, e dim për cilën formë të trupit është. Po nëse kur e kapim në dorë me formon balona, e dim për cilën formë të trupit është. Normal që e din ata që kanë mësu për këto. Pastaj përpos këtyj materialit edhe printimeve të materialit kemi aksesort. Janë një pajisje që i ndihmon tepër shumë klientave. Aksesort fillojnë prej syzave ose prej atyne zbukurime në flak deri të këpucët. Do me thonë ka një përdorim shumë gjerë në formën e trupit edhe që i ndihmon formës trupit me ardhë të kjo formë. Okej. Pastaj kemi shumë të rëndësishëm. Tepër të rëndësishëm. Prandaj edhe në fund kemi përshtatjen e modelit të flokëve formës së fytyrës. Jo si cila modeli flokëve i shkon si të njëjtë formës së fytyrës. Këto janë sa parasi. Nëse do shëroni kështu zgjanimisht, muj ma vonë mi hi, a këto janë pika kryesore. Okej. Shumë mirë. A na përshtatet gjithmonë ajo që na pëlqen, apo edhe gabojmë me preferenca her pas here? Instinktivisht, duhet me të përshtat që ajo të pëlqen. Po,
Ka njëherë gabojmë. Ka njëherë edhe gabojmë. Në është ma shumë gabojmë në formë të trupit, se sa në ngjyra. Po instinktivisht, diçka të rhje kur ty të pëlqen diçka. Po ngjyrat që na shkojnë, na ka njerë nuk e di. Për shembull, po flas për veti, unë gjithmonë shkoj ka e zeza, se nina më rahat aty. Edhe po besoj që shumë prej vajzave njën rahat në ngjyrën e zezë. Qysh me e ditë, për shembull, unë, cila ngjyrë më shkon? I kom këto një farë pajisje që na tregon. Kjo është pajisja kryesore, që na tregon vish një ndarje shumë të gjatë të ngjyrave. Do më thonë kjo është. Kjo na paraqet ngjyrat e ngrohta, kur na shkon për fytyrë, kjo na paraqet ngjyrat e ftofta. Do më thonë, kjo e bën ndarjen shumë të gjerë, veç në dy lloj ngjyra, të ftofta dhe të ngrohta. Pastaj kemi të ngrohtat, që dahen sipas stineve, pranverë dhe dimën, dhe pastaj secila stinë bazë kontrastit sa është ngjyra e flakëve edhe dallimi mes ngjyrës flakëve, tenit fytyrës dhe syve, dallojmë në të qelta, të leta, të shuara dhe të ndriquara. Oke, ata bëjnë një vlerësim për jetën, veç ta Veç edhe diçka që ceki, se ngjyrat, kur gjinden, ngjyrat duhet me qenë pa grem, edhe duhet me qenë ndriqim natyral. Na nuk ka edhe shumë grem. Pa marrë parasysh duhet me qenë totalisht, se mund duhet me pa ndërtonin si po reflektan, apo shkon ka e kaltëta, apo shkon ka pjeshka. A me do palo ma të lartë? Jo, s'kemi nevojë, qëte unë parafërsisht, mëj me ja thonë një përgjigje, për nuk do të thë që shumë e... Mu po m'duket që ma shumë ka që kjo anë. Po për me vërtetu ashtu, Hajde. veç pak. Nëse se din cila o sakt, e qetë kështu. Cila po më shkon? Edhe e qetë kështu. Kami. Ta shumë të momente dhe publiku të thonë. A që kjo? Që prit pak që të këthe ka unë e tash? Tjetërën? Nuk mëj me të thonë asë njona. Se jesh me kumë, po... Të dyat mu. Mund është me qenë edhe të dyat, është shumë karakteristike, së është ngjyra neutrale. Mundet mi marë gjitha ngjyrat e ngjyrës ftoft dhe të ngrohtë, po gjithmonë duhet më shku në shuaren. Jo asë njëherë në dhezten, ose të ndriqume, ose të pastërten, gjithmonë të shuaren. është pak më e vështirë me studiu dhe ato, po dhe për ato ka që dje. Po për ty cila vlen? Unë jam ngjyrë ngrohtë. E ngrohtë? Po, a deri vonë ko minu që jam e ftoftë. Deri sa i ko marrë këto. Okej, po shumica e femrave qysh e gjenë? Besoj që ki pas ti mendime dhe opinione që tu ka ndonë prej klientave në mënyrë të natyrshme, kështu qysh e gjenë vetën tek ngjyrat? Në çka bazohen kryesisht? Femrat ose klientat, po. Para se me ardhë të ti. Ata bazohen veshje, sigurisht. Se thojmë më shkon e bardha, ose më shkon e zeza, ose më shkon e gjelbërta. Po më prapë si prapë i thëmë kisha thëmë pas dëshirë me t'i bo testin e ngjyrave, se është shumë e rëndësi me gjenë ngjyrën tonë, se ngjyrat që të bënë mundi mirë, është ngjyra jote. Të ofron shumë shkelqem, gjallëri, freskem. Ngjyra e kondër të bën pak ma të zbet. Njerëzit mos me të njoftë mendojnë që je smut, nuk je mirë. A ke pa ndonjëherë kur të thojnë sa bukur po dokesh. Ti instinktivisht nuk e din që e ke vesh ngjyrën tone. Edhe ndihesh shumë mirë. Edhe normal që fiton komplimente gjithmonë. Po, si mundemi me kriju një garderobë të qëndrueshme që është funksionale edhe funksionon gjatë gjithë vitit? Thashë, kë trajnimi për stel është njëherë për të njëtën që bëhet, se forma trumbit nuk ndryshon. Kështu që prej ati momente që të merë ti formën e trupit tanë dhe ti të regoj robat, qka të shkojnë, qka nuk shkojnë, se s'do me thonë që përshamë 10 vajza mi ka taku orës e rërës, nuk do me thonë që vlenë njëtat roba për të gjithat. Se njëna e ka një të metë këto, njëna e ka të barku, njëna të gjukë, si do me thonë, kjo është dhe qëllimi saj është edhe me mbulu të metat. Do me thonë, kjo është, si kur me thonë, është një farë trajnimi personal, individual, përse cilin ka diçka që duhet me ndryshu. është bëhat njëherë për të njëtën, veç nëse plotësosh 10 kg, ose dopsosh 10 kg, konstrukti nuk ndryshon. Do më thonë ti e ki qatë formë të trupit. Edhe fillon me i blej garderobën kadal. S'ki nevoj për njëherë mi hek prej aty, po kadal. Se është edhe në fund një farë shërbimi që bëjre organizimi garderobës, që bëhat me 4 hapa, po shumë kohë gjatë edhe shumë i shtrejt. Edhe ato veç si opcione kom lënë që kanë dëshirë me bo. Si pas një style coach si te Merita, a duhet gjithmonë me ndjek trendin? Jo, kur. Trendi vjen e shkon, moda vjen e shkon, brendet.
qka të qesin që i qesin aty, ato nuk janë. Ko që e gjenë stilin tanë, e përcjellit stilin tanë, dukesh bukur, veç duesh me pas disciplinë dhe regula. Se edhe pse e gjenë, shumica e gjenë trupin edhe veqen e krejt, prapë se prapë e ndryshojnë me diçka, hajtë se që kjo po më pëlqen, dalin prej vetes, po beso që nuk kanë më duk bukur, as nuk kanë mundi mirë. Po cilat janë disa ngjyra që i rekomandon me i vesh në ndonjë intervistë pune, për shembull, kjo mund të më interesu edhe shikuesve që veç dojnë ka një intervistë punë dhe dojnë mu dukë sa ma serioze. Për shembull, për mashkull kisha propozu se etër e pantall zi dhe këmisht bardh. Po për femra gjithmonë i kisha preferu ngjyra e bluzës që i shkon për fytyrë. E qëtë shumë gjallëruse, është vetë vetja. Ndjen edhe ka vetë besim ma shumë kër e shet që është ngjyra e vetë. Se ndihet ma e mirë. Pra në ngjyrë njët rahat, ashtu? Ato do të me vesh? Kisha propozu, po. A burat e kam pak ne farë si metodë klasike të veshjes. Këto setër e pantall, që nuk kanë edhe shumë zgjedhje burrat. Po. Edhe për atë arsye edhe e kanë më atlet, po më duket. Cila është ngjyra që është gjithmonë në modë? E zeza. Që nuk del asnjëherë. E zeza, edhe pse ka njëherë që nuk që shkon krejtve, po krejt shkojnë ka e zeza. E dojnë zezën, është fakt që të qetë më adopt, po nëse e merë të punume me diçka, ose horizontale, ose diçka, ose në maj punimi, nuk është e mirë, se të qënon këndej. Do më thënë duhet me ditë edhe ku ka punimin e zeza, ose veç me ka në zezë është ma mirë. Veç e zezë, pa punime, pa shaja? Tash baret për cilin formë të trupit, se nëse është forma e trupit të rekansh është me pas punime knese, zgjënon atë pjesën që thamë duhet me bë balancimin e pjesës poshtë dhe të nartë. Jemi tu afru ka sezona e verës edhe normalisht që s'kanë me mungu eventet, dasmat, mbramjet, çka duhet me pas parasysh me vesh, kryesisht femrat? Femrat, ju kisha thonë që me pas shumë në konsiderat Dekolten. Qëfare është se ka shumë rëndësi. Po ja gaboj që tu kanë me qitë shumë atë plot. Edhe pjesën e belit. Okej, këto dyja. Këto dyja janë tepër të rëndësishme. Pra pjesa dekoltes që në ka rëndësishme se të qatë plot, nëse nuk e zgjedh çfarë ty të përshtatet për trupin. Nëse se zgjedh çfarë për trupi, ka me qitë ose ma plot, ose ma dopt, ose se dhe doptat nuk mund për shembull vene thellë, është shumë e damshme me qitë si u duket sikur me humbë në fustan. Sikur me pas numrin e madh të veshur. Që unë këto nuk e kisha ditë asnjëherë. Ka shumë sene që nuk i din, edhe po tash më mbi në sy si të shoh diçka më bjen në sy që a ka mirë, a është keq, a s'është po. Prapë se prapë nuk është mi fajsu se nuk i din këto regula. Edhe njëtën e përditshme kur i vren të këto sane, se normalisht i den edhe syne jo t'i vren shumë gjatë, a të pengon, ose a i këthon, a i kujtë kështo? Mi thonë veç ato që kam në raport mirë. Mi thonë, mere që tjetërën, ose po edhe ato që kam raport mirë me mu e din që e kam, ma bojnë, apo më shkon bre që kjo? Ose ma qonë foto kur dojmë e bledi qka, Merita spriton më të lutem me më tregu. A më shkon që kjo, asë që kjo në gjyri, të regoj, kjo s'është për ty, kjo në gjyri është për ty, ka njëherë jo heki, ka njëherë jo lo, ka njëherë i thëmë gjoja me qëtove, me qëtë që të taj. Se kur e përfundon këtë farë, kur e gjenë formën e trupit tanë, hi benefite te për të mdoja. Mas partë garderoba jo të mbushet me veç artikuj që farë ty të konvenon, edhe nëse ki je me fëmijë, ose ki rast emergjente, ti veç kimi ka për robat, edhe kur nuk i mundi keq. Kur nuk ka më. Unë e kështu nuk e di, më duket që shumë prej neve nuk jemi të informuar për këtë pjesë, çka na shkon e çka jo. Edhe ndoshta që kjo është arsyeja pse kemi shumë rroba në garderobë dhe nuk kemi çka me vesh. Ne vazhdojmë s'kam çka me vesh. Ai ke pa kanjëherë kur e vesh të pëlqen shumë si ashtu, po kur e vesh nuk ti jesh mirë. Po, nuk të mirë. Nuk është për formë trupit tan, diçka po tregon ajo rrobë ty. Po ti s'e kupton. Okej. A mundesh me u vesh thjesht? Pa detaje, ndoshta edhe pa aksesor, edhe mu dok me stel? Po. Bele, ose që ta është ki apsin mu vesh bukur edhe mu vesh me stel edhe me kombinu, se kur jo. Nuk është e thane me pas brende, nuk është e thane me pëqenë senet e shtrejta, është e thane vesh me ditë kombinimin edhe detajet tua cilat shkojnë si pas formës trupit tanë. Po cilat janë gabimet që njerëzit zakonisht i bëjnë kur veshën për të shmëri? Gabimet i kom pa të vajzat pak ma të plota që janë. Gjithmonë i veshin do bluza ma gjana me krah pak tërcum, me mbulu trashësin. Pa jo gjithmonë kam i qitë ma të plotëse që janë. Gjithmonë, ato gjithmonë menojnë që është e kundërta, por nuk është e kundërta. Ato kanë me dëmtu paka shumë veten. Do të thotë, edhe pse je plot duhesh me vesh ma i që është
e ngusht, jo ashtu gjonë Jo, që e ngusht. E kur je plot, duesh me ditë qysh me qenë veja, qysh me qenë beli, se ti s'mush me pas beli të kësum kur je e plot. Qysh me qenë beli, qysh me qenë naj detaj kështu që të qetë pak ma pjertas, senet horizontal, vertikale duhet mi pas parasysh shumë kur je pak ma e plot, duhet mi pas ngjyrat, duhet me ditë aksesorin ku je, se është puna aksesor. I thash edhe parzit kanë shumë dikim të madh të veshja. E tash momentalisht në ekran e kemi edhe foton e Kylie Jenner, ku e kemi pa Kylie, më falni. E kemi pa, do më thonë, kjo është paraqitja e saj në një evenimentet ma të mëdha të modës, që është Met Gala. Sa ja ka përshtat kjo veshje? Kjo ka përshtat shumë mirë, përshtat që ka theksu beli. Na deri parzit tam që është më rëndësi që femra ka trupin elastik me një lakore kështu një bel. Kjo e ka përshtat belin, edhe për që ata e përshtat që gjithë kuj i do këtë bukur dhe i bjenë sy. Kylie do me thonë e ka përshtat veshën me formën e trupit, sa ja ka qëllu. Ja ka qëllu. Në këtë event. Shumë mirë. Okej, edhe një këshill për fund për krejt vajzat, po për fshira dhe djemët puna vajzat jemi pak ma të ndjeshme, kur është fjala për tesha, për stil, për krejt këto. Një këshill kështu gjithë për fshirësa që mundet me ju ndimu para se me u drejtu edhe me ardhë të ti me marrë këshilla personale. Ju kisha thonë me ardhë, me rezervu, me gjithë formën e trupit. Janë lista që ja hapi se cilët person që e gjenë formën e trupit, edhe i tregoj qka i shkon, qka është për ta, dhe janë lista qka nuk ban me vesh, qka duhet me largu për i garderobe. Edhe i tregoj pse nuk ban, pse ban, se në studje kom një pasqyrë shumë të madhe dhe ja demonstroj se cilën artikull të robës, kështu trupin, në trup, qka i shkan, qka nuk i shkan, pse i shkan, pse në shkan, për me dit, edhe ajo vret e vren që qysh ndihet, ose qysh doket, kur i shkan edhe kur si shkan. Me shku të merita është zgjedhja e duhur, që mos me pas ma roba të tepër ta në dollap. Edhe roba shumë, edhe që tha e mira ma heret edhe kur t'i veshëm, s'na kryen punë, së s'rinë mirë për trupin. Ato duhet mi largu gradualisht, po kur bëhet reorganizimi garderobes, është më rëndësi se duhet i ki do tesha për shamull për qefi shumë. Edhe kur duhesh mi hik, ty të dhimen pak. Po, shumë e vërtet. Ato muj me ju tregu a ndreqen, as ndreqen. A ju bëhet aj detaj që shkon së formës trupit, a nuk i bëhet. Perfekt. Do me thonë rezervimet me siguri këtë verë nuk kanë nuk kime pas vend, kështu që unë edhe Emira duhet me rezervu prej tash. Kur t'jetë emisioni, duhet me fosh. Konsiderohet pak për një. Faleminderit shumë Merita. Tani të dashur më ishin nga kjo intervistë mjaft të këndshme